Shpifja do të dekriminalizohet për gazetarët. Është ky zotimi i kryeministrit Edi Rama, i cili vjen në unison me qëndrimin e organizatave ndërkombëtare për lirinë e shprehjes dhe shënon bërjen e disa hapave pas nga drafti fillestar i kodit të ri penal, që parashikonte një nen të posaçëm për shpifjen. Ne kemi marrë edhe një angazhim tjetër, ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh. Në konferencën e 7 kombëtare për të drejtën e informimit, Rama kërkoi që ligji të zbatohet me rigorozitet dhe të sanksionohen ministrat që nuk pranojnë të japin informacione dhe të bëjnë transparencë për mediat. Ligji është shumë i qartë. 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 në qoftë se nuk ka përgjigje, ka sankcion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sankcionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sankcionohen ministrat, duhet sankcionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11.